Limi sapo doli nga dera e madhe e Big Brother Kosova dhe pa u ndalur as për fotografitë e zakonshme, as për intervistat e para, mori rrugën drejt Prishtinës. Të gjithë prisnin që ai të shkonte te familja, të pushonte, të merrte frymë pas atyre muajve nën kamera, por ai kishte vetëm një mendim në kokë, duhej të takonte Edin. Mes tyre ekzistonte një sekret që nuk e dinte askush, një histori që kishte filluar brenda shtëpisë, por që rënjet I kishte shumë më thellë se loja televizive. U takuan në një kafene të qetë pranë parkut të qytetit. Ishte mbrëmje dhe Prishtina gumëzhinte nga lajmet për daljen e Limit, ndërsa askush nuk e imagjinonte se çfarë po ndodhte në atë tavolinë të vogël. Edi e priti me fytyrë të ngrirë, jo me buzëqeshjen e zakonshme. Përqafimi I tyre ishte I shkurtër, I rënd, si përqafim burrash që din diçka që mund t'ua ndryshojë jetën. Limi nuk I ra rrotull. I tregoi se brenda shtëpisë kishte ndodhur diçka që as kamerat nuk e kishin kuptuar plotësisht, diçka që produksioni e kishte mbajtur në heshtje për të mos prishur lojën. Dolce, vajza që I kishte lidhur të dy, ishte shtatzën. Por askush nuk e dinte se I kujt ishte fëmia. Brenda atyre mureve, para se të krijoheshin grupet dhe historitë publike, ajo kishte pasur afrimitet edhe me Edin, edhe me Limin. Gjithçka kishte ndodhur në net të fshehta, në biseda pa mikrofon. Në momente dobësie njerëzore, Edi e dëgjoi pa folur gjallë. Duart I dridheshin lehtë mbi filxhanin e kafes. Ai kishte hyrë në Big Brother si mik I Dolces, më pas si diçka më shumë, por ishte larguar herët nga loja, ndërsa lidhja mes saj dhe Limit ishte bërë publike. Tani papritur e kaluara po kthehej si një valë e errët. Je I sigurt? E pyeti ai me zë të ulët. Limi vetëm tundi kokën. Ishte shumë I sigurt, vendosën që kjo gjë nuk duhej të dilte ende. Dolce ishte akoma brenda shtëpisë, po luftonte për çmimin e madh, për ëndrrën e saj, dhe një lajm I tillë do ta shkatëronte psikologjikisht. Por mediat kishin filluar të nuhasnin diçka. Gazetarët kishin vënë re ndryshimet e ajo. Distancimin nga loja, emocionet e çuditshme. Portale anonime nisën të shkruanin se një sekret I madh po fshihet në Big Brother Kosova. Takimet mes Limit dhe Edit u bën të shpeshta. Ata flisnin si dy njerëz që dikur ishin rival, por tani I kishte bashkuar një fat I përbashkët. Diskutonin mundësinë e analizave të Adnës sapo Dolce të dilte nga shtëpia. Askush nuk donte t'i ikte përgjegjësisë, por asnjëri nuk dinte si ta përballonte të vërtetën. Her pas here shpërthenin edhe debatet mes tyre. Edi akuzonte Limit se ishte afruar me Dolcen kur e dinte historinë e tyre, ndërsa Limi kujtonte se ndjenjat nuk pyetin për marrëveshje burrash, ndërkohë brenda shtëpisë. Dolce vazhdonte lojën pa e ditur stuhin që po e priste jashtë. Ajo shfaqej e fortë para banorëve, por kamerat e kapnin shpesh të zhytur në mendime. Publiku e shite si protagoniste absolute, ndërsa askush nuk e imagjinonte barën që mbante në trup. Në dhomën e rrëfimit ajo fliste për të ardhmen, për dëshirën për një familje, pa e ditur se pikërisht kjo fjalë po bëhej bomba më e madhe mediatike e vitit. Lajmi më në fund doli. Një portal publikoi se ekzistonte dyshimi për një shtatzëni dhe për atësinë e paqartë mes Limit dhe Edit. Brenda pak orësh rrjetet sociale shpërthyen. Analist televiziv, ish banor, opinionist, të gjithë flisnin për trekëndëshin më të çuditshëm në historinë e Big Brother Kosova. Disa I quanin skenar, të tjerë dramë reale, ndërsa familjet e të përfshirëve heshtnin, presioni mbi Limit dhe Edin u bë I padurueshëm. Ata vendosën të dalin me një deklaratë të përbashkët, ku thanë se nuk do të flisnin deri në përfundimin e lojës së Dolces dhe se çdo gjë do të sqarohej me rrugë ligjore dhe mjekësore. Por kjo vetëm sa e rriti kureshtjen. Çdo lëvizje e tyre ndiqej nga kamerat e portaleve, çdo fotografi analizohej, netëve, të dy rrinin zgjuar duke parë transmetimin live të Big Brotherit, shikonin Dolcen duke qeshur me banorët, duke bërë plane për karrierë, duke folur për dashurinë si koncept të pastër dhe ndiheshin fajtor. Secili në mënyrën e vet e donte atë vajzë, por tani dashuria ishte përzier me frikë dhe përgjegjësi. Në një nga ato net, Edi I tha Limit se pavarësisht rezultatit të analizave, fëmia nuk duhej të rritej mes urrejtjes. Limi u pajtua. Ata bën një lloj pakti burrash, e vërteta do të pranohej, kushdo qoftë ajo. Por deri atë ditë duhej durim, ndërkohë produksioni I Big Brotherit po përballej me krizën më të madhe etike. A duhej informuar Dolce brenda shtëpisë? A ishte e drejtë që ajo të vazhdonte lojën pa e ditur çfarë po ndodhte jashtë? Publiku u nda më dysh.
Disa kërkonin transparencë të menjëhershme, të tjerë thoshin se gara duhet të vazhdonte normalisht. Historia u bë temë kombëtare. Nëpër taksi, universitete, zyra, të gjithë flisnin për të njëjtën gjë. I kujt mund të ishte fëmia, a ishte dashuri apo gabim, a kishte moral brenda një loje ku gjithçka është e ekspozuar. Emri i Dolces u kthye nga simbol loje në simbol fati të panjohur. Limi filloi të ndjente peshën e vërtet të daljes nga Big Brother. Jashtë nuk kishte regji që të ndalte debatet, as moderator që të ndryshonte temë. Kishte vetëm jetë reale. Ai e imagjinon të shpesh momentin kur Dolce do të dilte nga ajo derë dhe do ta mësonte të vërtetën. A do ta urrente? A do të kërkonte vetëm qetësi? Apo do të përqafonte cilindo që do të rezultonte babai? Edi nga ana tjetër luftonte me xhelozinë e heshtur. Edhe pse ishte i gatshëm të pranonte çdo rezultat, ideja se Dolce mund të kishte krijuar diçka të përhershme me limit e lëndonte. Por askush nuk e thoshte këtë me zë të lartë. Ditët po afroheshin drejt finales së Big Brother Kosova dhe tensioni rritej. Çdo prime dukej si heshtje para stuhisë. Dolce vazhdonte lojën, e fortë, e bukur, e papërkulur, pa e ditur se jashtë po shkruaj një kapitull që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë, dhe kështu, ndërsa kamerat vazhdojnë të transmetojnë çdo buzëqeshje të saj. Në Prishtinë dy burra presin të njëjtën ditë, ditën kur ajo do të dalë, kur e vërteta do të matet me analiza dhe jo me thashetheme. Kur do të mësohet nëse fëmia që po rritet në heshtje i përket Edit apo Limit. Deri atëherë, historia mbetet pezull mes dashurisë, fajit dhe fatit, historia më e pazakontë që ka njohur ndonjëherë Big Brother Kosova. Aurora dëhre kushtrimi, fillimi i një zemre, në shtëpinë e Big Brotherit asgjë nuk lind papritur, edhe kur duket ashtu. Çdo shikim zmadhohet, çdo fjalë merr peshë tjetër, dhe ndjenjat rriten më shpejt se jashtë. Aurora dhe kushtrimi e kishin kuptuar këtë pa e pranuar me zë. Prej ditësh silleshin rreth njëri tjetrit si dy njerëz që dinë diçka, por kanë frikë ta prekin. Mbrëmjen kur gjithçka ndryshoi, shtëpia ishte e qetë. Banorët ishin shpërndar nëpër dhoma, dikush gatuante, dikush debatonte për gjëra të vogla. Aurora rrinte në obor, ulur mbi koltukun me jastëk të bardhë. Flokët i binin mbi supe dhe drita e zbeth e bënte të dukej më e brishtë se zakonisht. Kushtrimi ju afrua me 2 gota çaj, ta solla një edhe ty, i tha me atë buzëqeshjen e tij pak djallëzore. Faleminderit, u përgjigj ajo. Sonte kam nevojë për diçka të ngrohtë. U ulën pranë njëri tjetrit. Në fillim folën për gjëra të zakonshme, për mallin, për shtëpinë, për debatet e ditës, për ushqimin që u mungonte. Por poshtë atyre fjalëve të thjeshta rrithte diçka tjetër. Aurora e shikoi për një çast më gjatë se ç'duaj. Kushtrim. Dua të them diçka, tha me zë të ulët, po të dëgjoj. Ajo mori frym thellë, të lutem, mos bëj hajgare me mua. Mos luaj me fjalë e me shikime, nëse nuk e ke seriozisht. Unë të ndjej shumë. Dhe po hyn në gjyna me mua nëse kjo për ty është veç lojë. Fjalët i dolën me një sinqeritet që e befasoi edhe veten. Kishte ditë që e mbante brenda atë frikë, kushtrimi mbeti për një çast pa zë. Nuk e priste kaq hapur. I pa sytë që i dridheshin lehtë dhe e kuptoi se ajo nuk po aktronte. Auror, tha ngadalë, kur nuk do të bëja hajgare me ty, ti më ke hyrë shumë në zemër. Më shumë se sa kam dashur t'ia pranoj vetes. Ajo e uli kokën. Një ndjenjë lehtësimi ju përzie me frikë, kam parë shumë gjëra këtu brenda, vazhdoi Aurora. Njerëz që afrohen për lojë, për kamera, për vëmendje. Unë nuk jam ashtu. Nëse lidhem me dikë, lidhem me shpirt. Edhe unë jam i tillë, i tha ai. Ndoshta nuk flas bukur si të tjerët, por atë që e them e kam nga zemra. Heshtën pak. Nga brenda dëgjoheshin të qeshurat e banorëve, por për ta ato tingu ishin larg, si nga një botë tjetër. E di kur e kuptova që po më ndodh diçka me ty? Foli kushtrimi. Atë natë kur po qaje për nënën tënde. Unë doja vetëm të mbaja dorën e të thoja që si e vetëm. Aty e kuptova se s'të shoh më si shoqe loje. Aurorës ju mbushën syt me lodh, unë kam pasur frikë nga ti, pranoi ajo. Je tip i fortë, bën humor, dukesh sikur nuk të prek asgjë. Mendoja se për ty jam veç një tjetër vajzë këtu brenda. Jo, tha ai menjëherë. Ti je arsyeja pse zgjohem me qejf në mëngjes. Fjalët e tij e goditën drejt në zemër. Ajo qeshi lehtë për të fshehur emocionin, mos fol kaq bukur se do më bësh të besoj.
Dua të më besosh. Ai ja mori dorën ngadalë, sikur kërkonte leje edhe me prekjen. Nëse hyj në një lidhje me ty, tha kushtrimi, hyj si burr, jo si lojtar. Nuk dua histori për 2 javë. Dua diçka që vazhdon edhe jashtë këtyre mureve. Aurora e pa gjallë. Në sytë e tij nuk pa tallje, as strategji. Pa vetëm një djalë që po rrezikonte, edhe unë dua të njëjtën gjë, përshpëriti, aty pranë kaloi Limi, që i pa të ulur kaq afër dhe buzëqeshi. Po më duket se po lind çifti i ri i shtëpisë, tha me shaka. Aurora u skuq, ndërsa kushtrimi qeshi, mos na merr më sysh, o Lim, ja ktheu, jo more, për hajër ju qoftë. Ju shkon shumë njëri tjetrit. Kur mbetën sërish vetëm, Aurora u bë serioze. Kushtrim, unë nuk jam vajzë e lehtë. Kam kaluar gjëra që nuk i di askush këtu. Nëse më lëndon, unë nuk di të bëhem sikur s'ka ndodhur gjë. Ai i shtrëngoi dorën, nuk dua të të lëndoj. Dua të të mbroj. Fjalët e tij nuk ishin të mëdha, por ishin të qeta, të sigurta. Ajo e ndjeu se po i dorëzohej dal nga dal, ndoshta po bëj çmenduri, tha Aurora. Këtu brenda çdo gjë digjet shpejt. Le të digjet atëherë, buzëqeshi ai. Më mirë të provojmë se sa të bëhemi pishman. Ata folën gjatë atë natë. Për fëmijërinë, për ëndrat, për frikërat jashtë lojës. Aurora i tregoi se kishte frikë të dashuronte gabim. Kushtrimi i tregoi se kishte frikë të mos mjaftonte për dikë, sa më shumë flisnin, aq më pak dukeshin si 2 banor të një reality show dhe më shumë si 2 njerëz që ishin gjetur rastësisht në vendin e gabuar, por në kohën e duhur. Në një moment ajo u mbështet lehtë mbi shpatullën e tij. Nëse nesër pendohesh, ma thuaj drejt, përshpëriti, kur, iu përgjigj ai. Ti më ke hyrë shumë në zemër, Aurora. Kamerat i filmonin, por ata pothuaj i kishin harruar. Për herë të parë loja nuk kishte rëndësi. Rëndësi kishte vetëm ndjesia që po lindte mes tyre, e brisht por e vërtet. Kur banorët e tjerë dolën në obor dhe i pan kaq afër, filluan ngacmimet, na doli çifti i ri. Kushtrim, na e more Aurorën. Ajo qeshi, por nuk u largua prej tij. Përkundrazi, ja shtrëngoi dorën më fort. Aty, në dritat e shtëpisë më të famshme në Kosovë, u vulos diçka që askush se kishte parashikuar. Një lidhje që nuk lindi nga strategjia, por nga 2 zemra që gjetën guximin të flisnin. Aurora e dinte se rruga përpara do të ishte e vështirë. Kamera, xhelozi. Mendimet të publikut. Por për herë të parë nuk ndihej vetëm, dhe kushtrimi, duke e parë në sy, e kuptoi se nuk kishte hyrë thjesht në një lojë televizive, kishte hyrë në një histori dashurie që sapo kishte filluar. Arditi e kishte mbajtur brenda vetes prej ditësh atë që ndjente. Në shtëpinë e Big Brotherit çdo gjë dukej më e zmadhuar, shurmat, debatet, qeshjet, por sidomos ndjenjat. Mes gjithë atij kaosi, për të ekzistonte vetëm një qetësi, Hygerta. Vajza që fliste pak, që nuk kërkonte të ishte në qendër, por që çuditërisht bëhej qendra e botës së tij. Atë mbrëmje ai vendosi të mos ikte më nga vetja. Hygerta ishte ulur në divanin pranë pishinës. Dritat e zbehta i binin mbi fytyrë dhe e bënin të dukej edhe më e butë se zakonisht. Po pinte një çaj dhe shikonte ujin, sikur brenda tij kërkonte përgjigje për mendimet e saj. Arditi u afrua me hapa të ngadalë. Zemra i rritë aq fort sa kishte frikë se do ta dëgjonin mikrofonat. A mund të ulem pak me ty? E pyeti, sigurisht, i tha ajo me një buzëqeshje të lehtë, për disa çaste nuk folën. Heshtja mes tyre nuk ishte e sikletshme, por e mbushur me gjëra të pathëna. Arditi luante me gishtat, kërkonte fjalinë e parë, atë që do të hapte derën e gjithë të tjerave, Hygert. Kam kohë që dua të flas me ty, ajo ktheu kokën nga ai me një shikim të qetë, por kureshtar, që kur kam hyrë në këtë shtëpi, vazhdoi ai, mes gjithë njerëzve, mes gjithë shurmës, un kam parë vetëm ty, ndoshta tingëllon klishe, por kështu është. E kam kuptuar që ndjej shumë për ty. Hygerta mbeti pa fjalë. Nuk e priste kaq drejt për drejt. U përpoq të buzëqeshte për ta fshehur emocionin, Ardit. Se di çfarë të them. Nuk dua të të vë në siklet, nxitoi ai. Thjesht nuk mund ta mbaja më brenda. Ti je shumë e bukur, por jo vetëm nga pamja. Je e ëmbël, e dashur, e sinqert. Mënyra si flet, si sillesh me të tjerët. Më ka bërë të shoh ndryshe nga të gjitha. Ajo uli syt. Fjalët e tij i preknin një vend të brisht. E di që këtu brenda gjërat duken më të forta, tha Hygerta. Njerëzit ngatërojnë emocionin e lojës me ndjenjat e vërteta.
Arditi tundi kokën, edhe unë e kam menduar këtë. Por ajo që ndjej për ty nuk më ka ardhur nga vetmia. Më ka ardhur nga ti nga mënyra si qesh pa zhurmë, si nuk përgojon askënd, si qëndron me këmbë në tokë kur të tjerët humbasin. Ajo e pa drejt në sy për herë të parë atë mbrëmje, ti më sheh shumë bukur, Ardit. Jo, të shoh ashtu si je. Larg pamjes, pa fasadë. Ka vajza këtu që bërtasin për vëmendje. Ti s'ke nevojë. Vëmendja të vjen vetë, sepse je e vërtet. Fjalët i dilnin njëra pas tjetrës, sikur të kishin pritur prej kohësh të çliroheshin. Ai nuk po luante më lojë, po rrezikonte. Kam pasur frikë të ta them, vazhdoi. Frikë se do të largoheshe, se do më shije ndryshe. Por më shumë kisha frikë të rria i heshtur e të humbisja pa provuar. Hygerta ndjeu një dridhje në kraharor. Askush nuk i kishte folur kështu, me kaq qetësi e siguri njëkohësisht. Unë nuk jam mësuar me deklarata të tilla, i tha me zë të ulët. Gjithmonë kam ikur kur gjërat bëheshin serioze. Unë s'po të kërkoj të më duash sot, tha Arditi. As nesër. Dua vetëm të më njohësh, jo si banor shtëpie, por si djalin që të sheh vërtet. Një fllad i lehtë kaloi mbi pishin. Nga larg dëgjoheshin zërat e banorëve të tjerë, por ata të dy ishin në një botë tjetër. E di çfarë më pëlqente ti? Vazhdoi ai. Që je e fortë pa bërtitur. Që s'ke nevojë të ulësh askënd për të ngritur vetë. Kur të shoh, më duket sikur jashtë këtyre mureve ekziston një jetë normale ku unë dua të jem me ty. Hygertës ju mbushën syt me lot të vegjël, po më frikson pak, pranoi ajo. Dashuria gjithmonë frikson, buzëqeshi ai, ajo heshti gjallë. Në mendje i kaluan ditët e para në shtëpi, bisedat me Arditin në kuzhinë, mënyra si ai e mbronte kur dikush e sulmonte, si i sillte çajin pa ja kërkuar. Ndoshta edhe unë kam ndier diçka, tha më në fund. Por e kam mbyllur brenda, nga frika se mos ishte vetëm iluzion. Le ta zbulojmë bashkë nëse është iluzion apo jo, ju përgjigj ai, ajo buzëqeshi me droj. Ti je djalë shumë i mirë, Ardit. Dhe këtu brenda mirësia keq kuptohet shpesh. Unë dua të jemi mirë vetëm me ty, i tha ai pa menduar. Hygerta qeshi lehtë, një e qeshur e brish që ati ju duk si përgjigja më e bukur. Mos më vendos në piedestal, tha ajo. Jam plot gabime. Edhe unë. Prandaj mendoj se mund të kuptohemi. Për një çast duart e tyre u prekën pa dashje. Asnjëri nuk u tërhoq. Prekja ishte e thjeshtë, por mbante më shumë kuptim se shumë fjalë. Nuk dua të nxitohem, foli Hygerta. Por dua të njoh jashtë lojës, jashtë presionit. Kaq më mjafton, tha Arditi. Të di që nuk jam vetëm në këtë që ndjej. Ajo e pa me një butësi që se kishte treguar kur para kamerave. Faleminderit që pate guximin të flisje. Faleminderit që më dëgjove. Nga brenda shtëpisë dikush i thirri për darkë, por asnjëri nuk lëvizi menjëherë. Donin ta zgjatnin atë çast, sikur koha të mos ekzistonte. Në sytë e Arditit u lexua lehtësim. Barën që kishte mbajtur ditë të tëra më në fund e kishte lënë në duart e saj. Nuk e dinte çfarë do të sillte e nesërmja, dashuri, refuzim, apo një histori e bukur e ngadalë. Por për herë të parë ndjej i vërtet, Hygerta u ngrit e para. Eja brenda, i tha. Sonte dua të ulesh pranë meje. Ai buzëqeshi si fëmijë, dhe ndërsa hynin drejt dritave të shtëpisë, mes kamerave e zhurmës, mes lojës dhe realitetit, diçka e re kishte lindur, diçka që nuk ishte më pjesë e strategjisë, por e zemrës.